Ramadan Krasniqi është një nga zërat më të dashur në trevat shqiptare. Ai gjithmonë ka dashur ta mbajë të jetë hermetike i jetën e tij private, por ka disa dhimbje që shpirti nuk i mban dot. Si rrallëherë, këngëtari ka folur për atë pjesë të jetës që e shkatërroi dhe ndau në shumë pjesë, dhe që me shumë forcë e mundim ju desh të ringrihet përsëri. Në një rrëfim të rrallë, ai tha se prej 17 vitesh e pi kafe në mëngjesit i vetëm. Dani u shpreh: "Në momentin që mendonim se çdo gjë po shkonte mirë në jetën tonë, mora lajmin që më tronditi pa mas. Bashkëshortja ime u diagnostikua me një sëmundje të pashërueshme. Bëra çdo gjë për ta mbajtur në jetë, shkuam te mjekët më të mirë për t'i shtuar qoftë edhe një muaj jetë më shumë, por ato më thanë: kjo nuk është më çështje mjekësie, vetëm një mrekulli mund ta shpëtoj bashkëshorten tënde." Vdekja e gruas ka qenë momenti që më ka tronditur më shumë. Ajo më la pas një trashëgimi të madhe dhe ato ishin 4 fëmijët tanë për të cilët duhet të kujdesesh ai vetëm. Ditën që e pash për herë të fundit gruan, bëra një premtim. Kurrë në jetë nuk do të martohesha më. Askush nuk mund ta zëvendësonte tek unë figurën e saj. Askush nuk mund të më donte me një dashuri aq të çiltër dhe aq të pastër si gruaja ime, ose ndoshta unë nuk do të lejoja askënd që t'i zinte vendin asaj. Sot them me bindje se këtë premtim e kam mbajtur. Unë jetoj me djalin tim, ndërsa nga martesa e vajzave jam bërë gjysh disa herë. U kthej kokën pas nga vitet që kaluan, ndjej dhimbje për largimin nga jeta të gruas time, por ndjej edhe krenari që vendin e saj nuk e zuri askush.